Në ditën botërore të gjuhës arabe, Miftinia e Shkodër organizoi një aktivitet ku promovua dhe libri Shkenca fton në besim i autorit Abraham Morrison, një libër i përkthyer nga arabishte nga teologja Arta Ujkaj. Teologja Zamira Bushati theksoi se ky aktivitet ka synim të tregojë se gjuha arabe ka një traditë dhe do mbesë pa ndryshuar sepse është gjuha që ka zbritur Zoti Kur'anin. Miftinia e Shkodër sot me datën 18 dhjetor organizon një aktivitet në lidhje me ditën botërore të gjuhës arabe. Në këtë ditë, në vitin 1973, Asambleja e Kombeve të Bashkuar ka marrë një vendim dhe ka bërë gjuhën arabe një ndër 6 gjuhët zyrtare të Kombeve të Bashkuar. Dhe në kujtim të kësaj dite, UNESCO-ja ka shpallë 18 dhjetorin që nga viti 2012 ditën botërore të gjuhës arabe. Me qenë se është dita botërore e kësaj dite, ne si Myftini kemi menduar që të promovojmë edhe botimin e një libri të përkthyer nga gjuha arabe, i cili quhet Shkenca të fton në besim, të një autori amerikan, kimist, shkencëtar, i cili ka qenë ish president i Asamblesë Shkencore të New Yorkut në kohën e tij. Ky aktivitet ka si qëllim jo vetëm të tregoj vlerat e gjuhës arabe, por gjithashtu të tregoj se ajo nuk është thjesht një gjuhë me të cilën komunikohet, por ajo ka një traditë, gjithashtu ajo do të mbesin siç ka mbetur të 15 shekuj e pa ndryshueshme deri në fund të kësaj jete, sepse është gjuha me të cilën ka zbrit Zoti i Mallnushëm, ka zbrit Kur'anin e tij, fjalën e tij, ose shpalljen e fundit. Aktiviteti u organizua në ambientin e bibliotekës Marin Barleti në Shkodër.